Në Tiranë po shfaqen gjithnjë dhe më shumë lokale me brendet 07 dhe 333, të cilat dyshojnë të kenë lidhje me rikthimin e basteve sportive. Gazetarja Ola Xhama ngre pikpyetje mbi faktin se përse këta investitor janë të bindur se do të marrin licencë, ndërkohë që procesi i licencimit ende nuk ka filluar. Edhe pse qeveria dhe KVM-i ka miratuar rikthimin e basteve sportive online, ende nuk është ngritur komisioni i licencave, organi që duhet të vendosë për dhënien e lejeve. Ligji përcakton që çdo licencë duhet të shpahet publikisht në buletinin e njoftimeve publike dhe 2 gazetave ndërkombëtare, por deri më tani nuk ka asnjë informacion zyrtar mbi këtë proces. Pavarësisht kësaj, disa lokale tashmë operojnë me këto marka dhe sipas raportimeve ofrojnë mundësinë e vendosjes së basteve në mënyrë të fshehtë. Kjo ka ngritur shqetësime mbi mundësinë e basteve të palishme që po zhvillohen jashtë kontrollit të autoriteteve. Ndërsa dyshimet shtohen edhe mbi mundësinë e përfshirjes së grupeve të interesit dhe lobimit pranë qeverisë për të siguruar licencat. Ajo që mbetet e paqartë është se kush i menaxhon këto ambiente dhe pse ka sigurinë se do të marrë licencat përpara se procesi të nisë zyrtarisht. Autoritetet nuk kanë ende një përgjigje, ndërsa shqetësimi kryesor mbetet rreziku i përfshirjes së elementeve kriminal në këtë treg fitimprurës.